Skandal. Erion Veliaj dënohet me burg, korrupsioni që tronditi Shqipërinë. Në një vendim që ka tronditur skenën politike shqiptare, gjykata ka dhënë dënimin me burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj për akuzat e rënda të korrupsionit. Ky vendim historik ka shkaktuar reagime të menjëhershme në të gjithë spektrin politik dhe shoqëror. Gjykata ka vendosur që Erion Veliaj të dënohet me 5 vjet burg për korrupsion të rënd. Akuzat ndaj tij përfshin shpërdorimin e detyrës dhe vjedhjen e fondeve publike në një shkallë të gjerë, që sipas prokurorisë kanë lënduar ndjeshëm interesat e qytetarëve të Tiranës. Sipas aktakuzës, Veliaj akuzohet se ka përvetësuar rreth 10 milion euro nga buxheti i Bashkisë së Tiranës. Kjo shumë e konsiderueshme dyshohet se është përdorur për qëllime personale dhe për të financuar një stil jete luksoz që nuk përputhej me të ardhurat e tij zyrtare. Hetimet kanë zbuluar se fondet janë përdorur për blerje të pasurive, investime të dyshimta dhe shpenzime që tejkallojnë ndjeshëm të ardhurat legjitime të Veliajit. Gjykata ka konsideruar të provuara veprat penale të kryera gjatë mandatit të tij si kryebashkiak, duke theksuar shkeljen e rëndë të besimit publik. Pas shpalljes së vendimit, kryeministri Edi Rama reagoi duke u përpjekur të distancohet nga skandali. Sjelljet e Erion Veliajit janë të papranueshme dhe nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Socialiste, deklaroi Rama gjatë një konference për shtyp. Ai shtoi se qeveria nuk do të tolerojë asnjë formë korrupsioni dhe se çdo individ që vepron jashtë ligjit do të përballet me pasojat. Drejtësia duhet të bëjë punën e saj, pavarësisht nga përkatësia politike, theksoi kryeministri. Në sallën e gjyqit, bashkëshortja e Veliajit u paraqit me një deklaratë befasuese, duke pretenduar se rrobat luksoze të bashkëshortit ishin blerë me të ardhurat e saj personale, një mbrojtje që nuk u konsiderua bindse nga gjykata. Reagimi publik nuk ka munguar. Qytetarët e Tiranës kanë shprehur një përzierje zemërimi dhe kënaqësie. Disa e konsiderojnë këtë vendim si një fitore të drejtësisë, ndërsa të tjerë ndjen të fyer për fondet e humbura që mund të ishin përdorur për të përmirësuar jetën e tyre të përditshme. Më në fund u zbulua vjedhja, deklaroi një qytetare. Tani të shohim nëse do t'i kthej paratë që ka marrë. Me këtë vendim, Erion Veliaj përballet me një të ardhme të paqartë. Karriera e tij politike duket e përfunduar, dhe dënimi me burg përbën një prej goditjeve më të forta në jetën e tij publike. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni